Ditë e bukur, e thash edhe në fillim të këtij takimi, besoj që ka qenë pikë së pari për këngëtarën e mirënjohur Kida, por edhe për adhuruesit e saj të shumë, të cilët ishin pjesë e koncertit, të cilin ajo e ka realizuar sot në kryeqytet, në sheshin e kryeqytetit. Bëhet fjalë për një projekt të ri që ka lansuar Kida, por edhe lajmin se ajo tashmë është pjesë e The Volley Group, apo thënë ndryshe është fytyra e Prince Quick. Lajmi ndër më të rëndësishmi që është dhënë sot për Kidën është lancimi i këngës së saj më të re, të cilën ajo e sjell me një francez, me një DJ francez që ka famë botërore. Është fjala për Heiju Q, i cili thotë që Kida e ka pëlqyer shumë dhe që po shpreson shumë në këtë sukses të kësaj kënge që ata sot kanë lansuar së bashku. Karriera e saj ka filluar në vitin 2014, por sukseset e saj nuk kanë të ndalur. Kështu Kida në një konferencë për media të mbajtur pak minuta para se të fillonte koncertin e paralajmëruar kohë më parë në kryeqytet, zyrtarisht është bërë pjesë e The Volley Group, nga ku prezantoi edhe projektin e saj më të ri në bashkëpunim me DJ-n e njohur francez me famë botërore, HQ, të titulluar Don't Say No More. Faleminderit shumë, vjen mirë që jam pjesë e ekipit juaj, po ashtu punina shumë mirë që jam pjesë e Prince Quickut, edhe faleminderit shumë juve për përgjedhjen, edhe normal kam qef me kom pjesë e juja, edhe normal ne është një bashkëpunim shumë i mirë. Po ashtu na sonte e kemi vendosur edhe me publiku këngën tonë 3, e cila është me DJ-n francez HQ. Tash e kemi bërë një promovim shumë të mirë, besoj që e kemi zgjedhur një promovim sa më të mirë të ju, kështu që shpresoj që kanë më pëlqyer edhe njerëzit, edhe kanë marrë gjë dhe më kënaq shumë. Ajo për Radio Televizionin 21 është shpreh shumë e kënaqur që tashmë është bërë pjesë e The Volley Corporation, si dhe pret që bashkëpunimi i saj me DJ-n HQ të pritet mirë nga të gjithë. Punina shumë mirë që jam pjesë e kompanisë madhe The Volleyt, po ashtu punina shumë mirë që jam pjesë e Prince Quickit, e cila është për fëmijë, dhe po më kënaq fakti që është për fëmijë, se e di që kam shumë fansa të vegjël, edhe po ashtu muni shumë mirë me ta, edhe u koni bashkëpunim shumë i mirë, shumë i drejtë, tamam që duhet me qenë bashkëpunim. The project is really good. Jam shumë i kënaqur që jam bërë pjesë e këtij bashkëpunimi. Kida është këngëtare e madhe dhe për këtë jam i lumtur. Kjo është diçka e re për mua, puna se asnjëherë nuk e kam provuar, domethënë më herët, është hapi jam i parë. Po është një bashkëpunim thjesht, është një këngë shumë e mirë, e cila më ka ngrej mas shumë se edhe kompania Sony Music edhe janë një kompani shumë e mirë, shumë e përgjegjshme për çdo punë që ndodh. Thjesht kam dashur me bëni një bashkëpunim të tillë, edhe kënga është ajo që na ka ngrej domethënë mas shumë, e cila është shumë e mirë, edhe besoj që kanë më pëlqyer të gjithë. Është edhe Endri apo jo? Edhe Endri kam e kënaqur me ne. Endri më fal për emrin. Endri, ti si po ndihesh? Shumë mirë, po më pëlqen organizimi, gjithçka, mund të po pras me përfundu bashkë me Kidën. Më pëlqen, faleminderit të juve. Tani gati më kënaq sot ajo. Ajo para fansave të shumë të këndoi disa nga hitet e saj më të mëdha. A ju pëlqen Kida? Po shumë. Cila këngë më shumë e Kidës ju pëlqen? Cila këngë e Kidës a? Më krejt pëlqen kënga e Kidës. Suna mi cik krejt më pëlqen. Kida më pëlqen shumë se është veç shumë është të thjesht. U baby I. A të pëlqen Kida? Po shumë. A i dëgjon krejt këngët e Kidës? Po. Sot për çka e ardh këtu? Për kom pas qef me po live, se gjithë që kom po në konga të saj, kom pas qef me po njerë live.
dhe në fund Kida prezantoi edhe këngën Don't Say No More, të cilën e sjell në bashkëpunim me DJ-n HQ.